Ndërkohë vetë Maduro po mbahet në një burg federal të sigurisë së lartë i ndodhur në Brookline të New Yorkut, që quhet Metropolitan Detention Center, burg me reputacion jo të mirë dhe ku mbahen e janë mbajtur personazhe të njohur të botës së krimit, ato të financave apo dhe raste të ndjeshme të politikës. Në atë burg ka qëndruar El Chapo, një nga bosët më të fuqishëm dhe më famkeq të trafikut të drogës në botë, në kartelit Sinaloa në Meksik. Ish bashkëtuesja e Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, reperi i njohur Sean Diddy Combs e tjerë. Vetëm 2 ditë pasi është sjellë në New York, Maduro u shoqërua në masa të rrepta siguria dhe u soll në gjykatën federale në New York së bashku me bashkëshorten. Ai para gjykatës mohoi akuzat, duke të deklaruar veten të pafajshëm dhe një arrestuar politik. Ai tha se jam i pafajshëm, jam i burgosur politik pasi jam president legjitim i Venezuelës, duke kërkuar njëkohësisht takim me përfaqësuesit e konsullatës venezuelane. Maduro akuzohet për 5 vepra penale: narkoterrorizëm, ku pretendohet se ka përdorur strukturat shtetërore për të mbështetur dhe mbrojtur rrjetet e trafikut të drogës me qëllim dëmtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komplot për trafik ndërkombëtar të kokainës, ku akuzohet se ka lehtësuar prodhimin dhe dërgimin e sasive të mëdha të drogës drejt SBA-s përmes rrjeteve kriminale. Komplot për pastrim parash me dyshime se ka përdorur institucionet dhe kanalet financiare për të fshehur të ardhurat nga aktivitetet kriminale. Akuzën komplot për përdorim armësh dhe bashkëpunim me organizata të armatosura, duke pretenduar lidhjet e tij me grupe të armatosura dhe për mbrojtjen e trafikut të drogës, si dhe akuzën shkelje të ligjeve federale amerikane për krim të organizuar ndërkombëtar. Edhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, para gjykatës mohoi akuzat duke pretenduar se vazhdon të jetë zonja e parë e Republikës së Venezuelës. Ndërkohë ndaj saj akuzohet për komplot narkoterrorizëm, ku dyshohet se ka qenë pjesë e strukturës që ka mbështetur dhe mbrojtur rrjetet e trafikut të drogës. Komplot për trafik ndërkombëtar droge, pasi akuzohet se ka ndihmuar në lehtësimin e dërgesave të drogës drejt SBA-s, si dhe përdorimi i opozitës politike për mbrojtjen dhe aktivitetin kriminal, me dyshimet se ka shfrytzuar ndikimin e saj institucional për të mbuluar operacionet e paligjshme.